Tha ato që hargjojnë tepër e kanë shejtonin vëlla. Allahu në Kur'an tha, ata që hargjojnë tepër e kanë dreqin vëlla. Kush janë këto që hargjojnë tepër? Këto që hargjojnë tepër janë ata të cilët e hargjojnë për 1 dinar 2. Ata që ati ku duhet 1 dinar me hargjojnë 2. Këto janë vllazërit e shejtonit. Islami për bazat ekonomike vuri një rregull. I dajti gjëra në 3 pjesë. Tha, haxhiyat, nevojat. Ditave çka ju tha? Tha kemaliyat, tha plotësimet, edhe e treta tha mubazzirat, tha masrafet. Kështu i dajti Islami gjonat sa i përket ndërtimit dhe zhvillimit ekonomik në shoqërinë e tij. Haxhiyat, tha nevojat. Nëse i keni plotësuar pra, jeni mirë. Tha kemaliyat, nëse se një lam 2, nëse di lama 3, nëse një luster 4, në përdhomën nëse një perë veç për dritaren edhe 6 metre për gjomin, janë kemaliyat, plotësime. Tha e tonë pastaj çka vjen? Masrafet. Marlboro Kent, partner, Marlboro i bar, Marlboro i zi, Marlboro i shkurt, Marlboro i gat, e lën, çka janë këto? Këto janë harxhimet, këto janë masrafet, këto janë rebelizmi i popujve. Cigari janë rebelizëm. A nëse njerëzit marrin burr me ta, në edhim, ato që kanë shit cigarën dhe kanë fabrikat cigarave, ato me paqetën e cigareve e kanë fut tiketin mrena se dohoni ban me veti dhe burnin. E merë vesh, kanë thonë pra, kush se pi dohonin s'merë vesh në burni, qështu kanë thonë, s'merë vesh në burni, a i shka se pi dohonin. Do me thonë, a i shka s'ban mastraf pa lidhje, a i se di burnin. A i shka se helmon vetën se di burnin. A i shka gjeg pare me maqinë se di burnin. Me opalaç gjeg pare. Me i thonë një do maqinë i shpijës, që 5 miliard? Na 5 miliard. Mere opalaç, ti javë zarmin, ti qëron të disit me gjithë të dihund. Ti qëron. A i vetë hiq panal i gjeg. Hiq panal. Veç a i ki me opalaç i gjeg, a i gjeg me mushkli. I gjeg me maqina, i gjeg me mushkni, a i gjeg me buz. Edhe hala ka njerëz që qindrojnë, dojnë me qindru. Ka dhe hoxhallar që dojnë me qindru. Ka dhe ulema me emën bile që dojnë me qindru, për qindrojnë ato që se i ka 2 paqeta me një gjep, 3 që ti në gjep, 4 e ka që cullin me ble, a i qindrojnë paqetër me qindru. Qindrojnë po kështu po bojnë vadet, e ka me vend. Sa duhanxhi i ka Slupçani. Slupçani i ka 2.000 duhanxhi që gjithsej. Ka 5 mark Marlboro, i pin 10.000 mark në dite duhan. Në dite, 30 dit bojnë 300.000 mark në mujt, se din këto sa që është e vërtit. Unë për ja hekit 100.000 mark në mujt i pin duhan. A i katuli shka s'ka ven me bleni traktor me qitë bërlokin për traktori, pisokaku, a i katuli që s'ka pare për kanalizimin, a i katuli që s'ka pare për gjamin, a i katuli që s'ka pare për antarësien, a i katuli që s'ka pare për atë qetrën, a i ka pare të ne për qetrë sen, ka pare për kamotën, ka pare për sigurimet, ka pare për rishpetin e doktorve, ka pare për rishpetin e operacioneve, për kejt këto, si më s'tikishe për këto, i ki për këto qerët. I ndërruar i gjemot, ajo që i pëndodhë nuk kanë loj, ajo që i pëndodhë 20 milion mark në dite kanë kushtu cigarët në Bosnë gjatë 4 vitëve të luftës qytetare. 20 milion mark në dite, gjatë 4 viteve të luftës qytetare në Bosnë, 20 milion mark në dite cigare ka kushtu. Se arriti dohoni derin 80 mark një Marlboro. Derin 80 mark një Marlboro. Mësë që dit një heq. Ska nevoj më që dit. Kjo po ven këtu kadal. Këtu po ven. Kadal po ven këtu. Se kanë Beirut 15 pin vitin 75, terin vitin 90. $100 një Marlboro. Dini pika u bo $100 një Marlboro në Beirut gjematin dërshëm. U bo $100 një Marlboro në 76 në Beirut, se do u vrashin, a do shqetshin cigare. Do u vrashin, a do bajshin cigare. Do u bashin zengin me duhan, a do hishin gjennet me plot. Do bajshin pasunim me cigare. E tani do janë qardake, s'kan parmok hiq, ta ras pagilindera janë do. Edhe në atë ras ta i jep të 10 mark se thot, së nri unë e pa duhan. Së nri pa duhan. E unë shka hina këtu tash në këtë temë, se hina,
hina me dal, zati kur s'kam hi ku së ndal, halani mërtem, elhamdulillah. Unë hina me dal, për të bo Allahu lutjen kabul, për t'i bo duajet e tua kabul, një kusht prej kushteve është që ti me qeni pastër. I pastër në zemër, i pastër në mende, i pastër në dorë, i pastër në gojë. E nëse ke erën qka Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe me lajket e ti i kanë thonë erë e pak dëshirushme e që to gjallarët qka e pindonin s'kan mundësi me qindru fare. S'kan mundësi me qindru fare. Se jo, shka? Unë e di edhe një hoqë shoq qka qindronë edhe në këtë rast, ama është interesantaj. I pi 97 cigare në dite edhe në aksham lijet me misk. A herë me pa pranushme për hunën e njeriut, është era e doangjis kur ta përzije me armiski. S'ka mo ati qfar emën me ingjit. S'ka mo qfar emën me ingjit. S'ka mo erë me komplikume edhe me pa dëshirushme. Kusht për me u pranu lutjet është me qeni pastër e një vend prej pastërtive është me qeni pastër në gojë. Tha Rasulullah a.s. Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salah. Tha o zët, o ummeti jem, mës me pas unë frig, se Allahu për ja u ban farz, e se ne bani, ju ban të ran, kam pas me ju urdhnu dhëmë mila me misfak, në si cëllin namaz. 5 herë në dite, po atëherë s'kish duan gjihi që vllavi jam i dashur. Atëherë s'kish duan gjihi, po t'kis pas duan gjihin kone për gamerit, ka pas me ju thonë, pra kujnë e dujve, ja bishtën e teslicës, edhe mës javë shetë e ek pigoj e hiq. Ngoj, ka të shkoni ka një bishtën e teslice, se duni mu falë, më në fund namazit du duni me thonë, Allahumma, Rabbena taqabbal minna, innaka anta as-samiul alim. U duni me thonë, Zot na e pranon prej neve, Allahu e pranon vetëm prej të pastërtit. Ka vak me folë gjemoti shtje, ka renin me folë, unë e ban me shujt, me thonë gjemoti. Po ti, ku pe diti që na imi të lutë? Ku pe diti që na imi? A na ki një të në hartu i ngrejt dur të e bodri do, jo, ku po vim të gjamia? Po thot hoxha Allahumme, edhe na po thojmë amin po dalim. A mos na ki patë një herën vetit i neve, e të e mshel në dërën, të e mbil lomën, të i fal një dire qatë namaz, e mas ta i notën në tërë, i qumë ka dritarja, ka i dehona gje, edhe i kemi ngrejt dur, kemi thonë, Allahumma arham ummata Muhammedin, o zëtë ummetën e Muhammedin ngrite për petë. A mos na ki patë një herë? Jo, po pidohan, pjesat mujsh. A mos na ki pati neve dhe njëherët të kulturës së lutjeve e sipër të ngrejt dur të të thonë o Allah i jem ja Rabbi po të lutem që i kojshijës tem ti i pësh ma shumë se sa ka. A mos kemi fitu në helbet këtë edukata. A mos kemi thonë në dhe njëherë o Allah i jem si të shkojmë në hirat të ditë në gjennet inshallah kojshia jem hi para muë e unë mas ati ja Rabbel Alemin. E ta kishe dërë këtë lutja ka pranu Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Po në cilën lutje e bojmë pra për kujshien, ne e bojmë për kujshien atë lutjen të cilën lutje e shoqërojnë dhëmë dhe të shtrenguar edhe kërclojnë kapak bile. Këtë lutje e bojmë për kujshien. Me ja ba Allahu halin. Këto janë cilësit e jahudive, inderuar i musliman. Ato bojnë si lutje, ne duhet largohemi me rënjë prej kësaj problematike, se shumë tabiatet huja në kanë himrena. Shumë tabiatet huja në kanë himrena. Ud'u rabbakum, tadarruan wa khufya. Lut me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Ta shoqëron lutjen e juve devotshmëria edhe lut në pazër. Lut në pazër. Lut në pazhurd, fare. Innakum tad'una kariman. Innakum tad'una kariman sami'an basira. Ju e lutni atë që shef, atë që nin, edhe atë që janë ndershëm edhe bujar. Lutni më sheft Allahun Gjelle Gjelaluhu. Këtu në xhami të ngu dersin lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Kur çohet hoxha me hip te minberi i xumos, ai kur ti ngreje durt në fundin e shkallës parë xumos, është një moment prej momenteve më të prap edhe më të holl, më të prekshëm për pranimin e lutjeve.